Qa po prisja? Jo, po prisja do të jetë pak hesh, jo, asgjë nuk humbe. Humba do një sinjal. Të eksperimentojmë me këtë hyrje. Ka që bëjnë hyrje standarde. Ja, po ku je standard? Ku jemi standard? Le mos e pyet ne jemi. Po prisja që të bindin çika jo, të kujtojë sikur kanë ndonjë defekt, sikur nuk janë, për shembull, nëse bëjmë sikur si çika adrenalin, do ato suspense ti. Nuk më punon me mikrofoni, nuk shiko sa keq dëgjojmë. Akademia, po. Kështu që mirëmëngjes që të gjithëve, më falni, 16 korrik 2026 është data sot, ditë çfarë është e njëjtë po? Është e njëjtë. Okej. Isha 98% i sigurt që ishte e njëjtë, po kisha pak frikë. E kisha edhe 2% që nuk e din. Mos ishte mërkur. Ora është 7 në këto momente dhe Wake Up i ka filluar. Unë jam Blendi Sale, kjo është Edi Banci. Filluam njerëz jemi këtu. Tani ne po flisnim se po bënim atë. E keni parasysh, jemi takuar pak minuta më parë dhe akoma jemi duke qarë hallet e Anglisë në këto momente. Fix. Por po nuk e di ç'pati, nuk e di. Si e pe? E meritoi Argentina edhe se unë merdi shumë i nat. Edhe mua. Domethënë kam përplasur atë grushin te divani, kështu. Fort fare thash. Kemi riparime divanesh 068. Riparojmë divane. Vim në shtëpinë tuaj. A keni një divan të prishur? Unë kam nevojë për një divan të ri. Unë nuk është e mundur që ka 3 ndeshjet e fundit Argentina bën 2-3 gola në fund, po. Në fund fare. Por e merituan. Bëri një gol Anglia dhe mbaroi loja. Domethënë mbaroi u mbyllën aty. Ishte taktik shumë e gabuar, duhet thënë që u tërhoqën aq shumë sa ata. Luajti 40 minuta te porta e Anglisë. Çuni im po më thoshte, "Ore, këta s'kan shkuar se e ndante fushën në 2 gjysma, sikur, por nuk mund të luash te porta jote dhe të shpresosh të fitosh." 40 minuta madje shumë e mbajtën, të thënë të drejtën. Shumë. Duhet dhënë merita dhe Argentinës, se ishte një lojë e jashtëzakonshme, domethënë gjithë talentet atje, Lautaro pastaj me golin e dytë me kokë, krosi Mesit nga e djatha që domethënë ata përpiqen këtu, ky është goli para akoma, okay. Po gjithsesi, domethënë Igu tani. Ishte një stres. Kështu që të dielën në mbrëmje se kemi finalin e vogël Angli-Francë që do të zhvillohet, kam përshtypjen të shtunën. Të shtunën ose nesër, por të shtunën besoj. Dhe të dielën pastaj në darkë është finalja e Kupës Botës 2026. Kush rri për dielën? Tani Spanjë Argentinë është e fortë, është shumë e fortë. Se edhe stili lojës, edhe cilësia e lojtarëve. Argentina ka më shumë agresivitet, kurse Spanja ka më shumë teknik, taktik. Do të thosha, se të dyja i bën shutdown 2 ekipeve të mëdha, Francës edhe Anglisë respektivisht. Kështu që është, nuk e di, do të jetë një finale e madhe. Kam shpresë me Spanjën tani. Edhe unë. Po ne jemi duke ndruar domethënë kështu. Ishim me Kepin e Gjelbër, ishim me Egjiptin, kemi ndruar shumë. Ja, ky është goli i dytë, ky është goli i Lautaro Martinez, një cross i Mesit nga e djatha, mbas një goditje në portë, të cilën si thua, e replikuan mbrojtja e Anglisë, topi qarkulloi edhe një herë tjetër. Edhe nëse loja në atë mënyrë edhe unë do kisha bërë gol. Kupton herët avonë. Mbrojtësi mendon që ka nxjerr jashtë fushë, tenton ta nxjerrë jashtë vijave, por nuk ja del. Messi pastaj vjen nga e djatha. Një cross. Kolola. Po do ndodh edhe unë do e bëja. Herët avon tisha aty. Se i aty dhe kot pa dashje, kisha prek me bryle, kisha bërë. E di Banci, me bryle se mendon. Me kështu pa dashje. Domethënë ti luan brenda portës. Çfarë po bën? Igu tani. No wake up. So it's not coming home, I'm sorry. Edhe i herë nuk po ju shkon home. I'm sorry. The Backstreet Boys, I Want It That Way, është kënga e parë për sot. Mirëmëngjes që të gjithëve kudo që jeni, 7:05 minuta nga Top Albania Radio dhe ekrani i Top Channel. Mirëmëngjes. Backstreet Boys në kulmin e tyre. Në kulmin. 7:08 minuta në këtë moment dhe kemi pyetjen e ditës. Cili është mësimi më i rëndësishëm që ju kanë dhënë prindërit? 069 442 873 069 442 873. Cili është mësimi më i rëndësishëm që keni marrë nga prindrit tuaj?
Sam Neill, aktori I njohur australian, u nda nga jeta pak ditë më parë, aktori I madh, ai luajti shumë filma, Jurassic Park pafund. Dhe Niko nga Akademia e Shkencave më dërgoi një video ku dikush e kishte pyetur në një takim që kishte patur, sa ishte gjallë sigurisht, se ç'mësim kishte marrë nga prindrit e tij. Edhe Sam Neill u bukos, siç themi ne. U mendua, sa pyetje e vështirë, etj, më bëri përshtypje ajo. E vërtet, sepse shiko, është një proces, edhe unë kur e lexova këtë pyetje, hyn në mendime, sepse janë edhe aq shumë, plus disa mësime merren edhe thjesht nga shembulli, patjetër, më të rëndësishme do të thosha unë. Pati thënë fare, domethënë respekti për punës, për kushtimin, janë gjëra që nuk është se ti thon, ti aty sheh, rritesh me atë frymë, me një frymë pozitiviteti, e kupton që është ajo karakteristika e familjes në tërësi. Një familje e mirë, në harmoni, nuk ka nevojë ti thot gjërat, nuk ka nevojë të ul aty edhe të thot të bëj ligjerata, ndoshta edhe të hynë në një vesh e të dalin në tjetrin, do thonin italianët. Qua entra qua esce. Mendoj se është ai procesi I rritjes edhe çfarë shikon në shtëpi. Eksakt. Po për shembull çfarë ke parë? Çfarë ke mësuar ti nga dy prindrit e tu? Po, sigurisht respekti, Blendi. Respekti, të sillesh mirë, edhe fakti që sjellja është shpesh e neglizhuar, është shpesh e nënvlerësuar, por në fakt ka një çelës aty edhe është një çelës suksesi. Absolutisht. Mua ndodh për shembull që se nëna ime nuk jeton prej vitesh tani më, dhe ndodh që takoj njerëz që nuk I njoh, por që ajo I njihte në rrugë, më ndalojnë ata dhe thonë ti e çoni shpresës. Çfarë nën e ke patur ti, etj. Dhe mua më bëhet shumë qefi. Edhe është një mësim që ajo ma lë akoma, domethënë edhe tani që duhet sillesh mirë me njerëzit, lësh një shenjë të mirë, të kujtohesh për mirë. Po se në fund ja çfarë mbetet, pra, kujtimi edhe. Dhe kështu ndodhi pak ditë më parë të hënën që mora një taksi me një shok. Edhe ishte një xhiro e vogël, me thënë drejtën, me taksi, shkurt, po ishte shumë bavë dhe morëm shkuar në një ditindje. Dhe zotria që ngiste taksin, më thotë, unë kam qenë në klasë me mamin tënd në gjimnaz, dhe babi yt, sa ta e njohur në gjimnaz prindit e mi, ka qenë te klasa paralele, tha, kur Miri u dashurua me shpresën. Mi bëj shumë fala Miri dhe andaj këte, dhe s'më morja as lekë, ishte një xhiro e shkurtër, si thash, Igor e më tha më, se s'marr lekun ty. Edhe domethënë ai mande mend ata të dy kur kishin qenë në vit parë gjimnaz, ishin një orë, ai vintet po. Kështu që kur lë mirë, kur jeton mirë me njerëzit, mendoj që është një mësim. Na shkruani juve tuaja 069 442 873 se çfarë keni mësuar ju, çfarë ju kanë mësuar ju prindrit tuaj në mënyrën se si jetoni. Ka një poezi quhet Poem për baban dhe veten, Dritroa Golli, ku flet. Do të lexoj dy, është e gjatë, por është një shprehje shumë e mirë, ose gjeni vetë, se e keni online. Se si Driteroi tregon për se si punonte babai, e kupton edhe aty rritesh, aty e ke frymën e vërtetë asaj gjë. Nuk besoj se realisht ka momente që të flasin normale. Sigurisht po. Por edhe flasim ato të shtëpisë. Mbeten më shumë, mbetet jetesa, mbetet ajo energjia që të kanë lënë. Shembulli, ajo që them në fillim, është e vërtetë. Okej, mirë, bëjmë këngën e ditës që ta kapim në kohë, dhe kënga e ditës për sot është momenti kur kënga Party Rock Anthem nga LMFAO bëhet në vendin e parë, pra zë vendin e parë në klasifikimet në Hot 100 dhe shiko, ka një gjë që kjo këngë qëndroi, theu rekordin, ka ndenjtur 68 javë në klasifikim. 6 nga këto javë ishte në vendin e parë, por ishte në 100-shën për 68 javë, 52 javë ka viti, kështu që bëni hesavet vet. 7:22 minuta në këto moment, edhe sipas shërbimit Meteo Alb, Shqipëria do të mbetet në ndikimin e motit të nxehtë në të gjithë paraditën, ku dielli do të jetë dominant në pjesën më të madhe të vendit. Ndërkohë, parashikohet që gjatë orëve të pasdites të shfaqen kalime vranësirash si fillim
fillim në zonat veriore dhe gradualisht në të gjithë vendin, por vranësirat më të shpeshta do të jenë në zonat malore dhe përgjatë kufirit lindor, duke sjell rreshje të pakta dhe të izoluara shiu. Për sa i përket temperaturave të ajrit, ato do të pësojnë një tjetër rritje të tyre duke u lëhatur nga vlera ditore 19 gradë Celsius me ulta në Kukës deri në 41 gradë Celsius që pritet të jetë vlera maksimale në shumë qarqe të vendit. Era do të fryjë mesatare deri e fortë duke arritur shpejtësinë mbi 45 km/h nga drejtimi kryesisht verior dhe kjo do të bëjë që në brigjet e tare të ketë një dallgëzim prej 3 ballësh. Ndërkohë, shohim Kosova në Prishtinë 18 deri 29 gradë Celsius, 24 deri në 35 temperaturat në Podgoricë ku ka dhe shi, 28 deri në 36 në Athinë dhe në Shkup, nga 18 gradë Celsius deri në 33 gradë Celsius për mëngjesin e sotëm. Ky ishte Moti në 1 minutë 7:23. Tani pyetja e pamundur. Okej. Pyetja e pamundur. Ram pam pam. Ripipim tapatam. Tipipip. Më ngjërashët e bëjnë më shpejt këtë. Pra, është ajo pyetja që kishim edhe dje, por që nuk ishin gjetur. Dhe ndoshta duhet të jap një ndihmë. Duhet të mendoni për shëndetin. Mendoj se kjo i ndihmon. Mendon Blendi? Mendoj se po. Mund të themi diçka më shumë? Mund të themi diçka, ja, ka një favorizim pra. Po, ka një favorizim në një sektor, në një sektor të caktuar të shëndetit. Në një sektor shëndetësor. Në një, po. Mëngjërashët hyn pa radhë në QSOT. Mëngjërashët e bëjnë më shpejt këtë. 069 442 8873. Okej. Kështu që. Atëherë, po shikojmë diçka interesante në 1 minutë kohë që kemi tani, dhe ka të bëjë me dietën e Erling Haalandit, lojtarit të Norvegjisë. Me qira fjala, Norvegjia ka fituar shumë pikë në skenën botërore me ekipin e vet, me lojën që bëri në fushë, me mënyrën se si më të mirat. Shumë dinjitoz, domethënë, edhe në sjelljen e tyre, prandaj themi sjellja e mirë, etj, dhe është në vëmendje të gjithë botës. Haalandi sigurisht ka qenë prej kohësh sepse është një lojtar që luan në Premier League atje me City-n e gjithë ato gjërat e tjera, por dieta e tij është bërë gjithashtu një lloj lajmi. Ai ndan vazhdimisht në rrjetet sociale rreth çfarë ha Haalandi, çfarë ha një burr që është 2 metra, diçka e tillë, që peshon ai shumë, por që ka masë muskulare. Ai është muskul i gjallë, po, është 2 metra muskuj. Dhe kam dietën e tij. Do ta dëgjosh se çfarë jam shumë kurioze. Në një ditë. Atëherë, për mëngjes 4 deri në 6 vez, kos grek dhe buk të thartë, buk me pamaja dhe kafe. Pastaj për drek ai ha një biftek të madh, të madh. Kështu proteina nuk di. Jashtëzakonshme, po. Ha oriz dhe patate dhe shumë zarzavate. Pra një biftek të madh ose peshk për drek dhe shumë patate dhe shumë oriz. Kurse pastaj ha fruta, ha kos, pi qumshin e pi të gjallë, domethënë të pa pasterizuar, thjesht të zier, kam përshtypjen, dhe mjalt dhe gjithashtu ushqime të tjera që përmbajnë proteinë. Kurse në darkë duhet patjetër një biftek tjetër gjigant. Po, patate dhe karbohidrate të tjera dhe zarzavate. Rreth 6000 kalori në ditë. Është shumë. Një burr i zakonshëm do të konsumonte diku te 2200, 2300, një grua rreth 1900, 2000. Jo, në pozitën e tij është normale, është ai prisja këtë dietën. Pra, në ushqimet e tij të preferuara janë bifteku, zemrat apo mëlçit e viçit, vezët, që i hak shumë me duar të gjalla, peshku, bulmetin të paskremuar në asnjë mënyrë, pra qumshti, kosi, i plot me yndyrë, që të ketë yndyrën aty, pa hequr fare yndyrën, buka e thartë, si quajnë këta, pra buka pamaja dhe mjalti. Shiko, me sasi të tjera, kjo do ishte një dietë shumë e mirë për mendimin tim. Le të jemi po, jo 6000 kalori, domethënë. Jo 6000, jo një biftek kështu, jo aq shumë patate, por të gjitha i ka aty brenda. Ai ka fruta, ka vitaminë. Po duhet. Shumë do të hajë, është gigant, është i madh shumë. Kështu që nëse doni të bëni si Haalandi, të rriteni aq shumë, duhet të
Hani shumë. Do të bëni dhe ato 6 orët e stërvitjes në ditë, normal. 6 orët. Patjetër. Mirëmëngjes, po ma mori mendjen pak ky klipi, kjo kënga. Becky Hill, What Do I Have to Do? Por ne tani do luajmë lojën e re. Okej. Loja e re. Na zuri tani do ta heqim. Atëherë, në lojën e re ju duhet të sillni një numër tani në numrin ton të telefonit me një mesazh WhatsAppi, është 069 442 873 069 442 873. Duhet ta ruani në telefonat tuaja, ta keni për kollaj pasaj për mëngjeset të tjera. Dhe numri sot, Heidi, numri sot është nga 1-shi te 10-ta. Nga 1-shi te 10-ta, nga 1-shi te 10-ta. Ja po I çojnë sa bukur që janë, ë? Ta topat jeshil që zbresin nga qielli. Nga 1-shi te 10-ta dhe do bisedojmë së bashku, do të bëjmë një pyetje të lehtë. Ju e dini, ju marrim ne në telefon. Edhe pastaj bëjmë një pyetje shumë të lehtë dhe do japim një kupon. Fitoni. Japim kupon në vlerën e 100 eurove, kështu që gjuani për 100 euro sot nga miqtan tek Max Optica, duhet të them Max Optica vend I shkëlqyer për të gjetur syzet që ju shkojnë më shumë. Nëse keni nevojë pastaj për syze për të lexuar apo për të parë, I kanë edhe ato, bëni kontrollin mjekësor, zgjidhni shumë njerëz të kënaqur pasi kanë shkuar atje. E kaq vite. Kështu që, atëherë shkojmë te një lexim shumë I shkurtër dhe pastaj bëjmë telefonatën. Maestro Wizi. Gjendje. Faleminderit. Është si një motor I vajosur mirë. Tua Maestro Wizi ta. E vërtet. E di që më kanë kërkuar njerëz për si titullohet kjo melodi. Kërkojnë të dinë titullin e melodisë. I thash, është sekret profesional I Maestro Wizit, si ka vënë është melodia pa emër. Duhet të shohësh ku I ka për ta dëgjuar. Patjetër. Ka 3 vende që nuk I vizitoj me dëshirë, por ndoshta secili prej nesh duhet kalojë një herë përmes tyre. Spitalin, Burgun dhe Varrezat. Spitali të mëson se shëndeti nuk është diçka që e zotron, por një dhuratë që e kupton vetëm kur rrezikon ta humbasësh. Mjafton të shohësh një fëmijë që po lufton për një frymarrje më shumë, për të kuptuar se sa të pasur jemi kur zgjohemi pa dhimbje. Burgu të mëson vlerën e lirisë. Sepse liria nuk është vetëm të votosh apo të flasësh, është edhe të dalësh nga shtëpia kur të duash, të përqafosh njeriu që do, të shëtisësh pa marrë leje, të zgjedhësh vetë nga do kalosh. Dhe mjafton një vendim I gabuar, një çast pa kujdesie, dhe gjitha kjo të merret. Ndërsa Varrezat janë vendi ku koha hesht. Aty nuk ka më rëndësi titulli, pasuria apo fama. Mbetet vetëm një pyetje e thjeshtë. A ke jetuar vërtet? A I ke dashur njerëzit e tu sa kishe mundësi? A I the fjalët që duhej ti kishe thënë? Spitalet na kujtojnë të çmojmë shëndetin. Burgjet na mësojnë të mbrojmë lirinë. Varrezat na mësojnë të mos shpërdorojmë kohën. Sepse janë pikërisht këto 3 gjëra: shëndeti, liria dhe koha që përbëjnë një jetë. Dhe shpeshherë vlerën e tyre e kuptojmë vetëm pasi na kanë shkarë nga duart. Maestro Wizi prap. Të rikthen në realitet, shumë e bukur. Kështu, kaq për sot nga temat kështu që shumë e bukur Blendi. Jo, le të ndalemi, pse? Duhet ta shijojmë pak ato momente. Le të ulemi. Që ndërgjegjsojmë veten, më kupton? Duhet ta ndërgjegjsojmë veten, duhet I bëjmë tonat këto. Me vërtet, para sa të jetë shumë vonë. Po se shëndetin nuk e vlerësojmë se sa e kemi, edhe abuzojmë me shëndetin, dhe vetëm kur të dalin ato analizat shumë keq, apo merr një lajm, aty pastaj fillon ose kur vuan, ose kur je në krevat, ose kur nuk çohesh dot në mëngjes, edhe realisht aty e shikon që jeta jote nuk është më e njëjta. Burgu, pastaj. Ajo ndoshta është pak më e vështirë të. E di, por ekziston në realitetin dhe pa diskutim që është e rrezikshme. Kur njerëzit hyjnë në burg, kuptojnë, dhe është pikërisht si shkruhet atje, që edhe një xhiro pas dite, se ta do qefi.
Apo do zbresësh poshtë, ta pishin kafe jashtë, apo ku di unë tani. Fikse ke thënë. Nuk dhe nuk mundesh. E japim për një qen. Po. Nuk mundesh, ja aty pas hekurave do hash me komand, do dalësh kurton, do dalësh për vite me radhë. Se dje më shkoi mendje te kjo, se dje ishte ajo kronika që po shikonin lajmet e Top Channel-it, ka filluar efekti amnistisë, se ishin këta njerëzit që kanë përfituar nga amnistia që po dilnin nga burgjet. Janë rreth 500 ca veta në të gjithë vendin që dalin. Dënimet vogla kryesisht apo ata që janë në fund të dënimit, edhe u kishin marrë edhe ca intervista disave prej tyre se si ndiheshin tani me ato plaçkat e shkreta që po nxirrin nga burgu, teshat e rrobat, ku diun çka kanë pasur aty brenda. Edhe imagjino edhe silluni mirë Kalamaja, silluni mirë. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kush është? Nga Tirana. Edhe një herë? Ina nga Tirana. Ina nga Tirana. Përshëndetje Ina. Ç'na tregon për jetën tënde? Ti e di, ne fusim pak hundët këtu në Wake Up. Nga pushimet tani sot filloj punën me kështu. I more më herët se gjithmonë nga gushti i marrin. Çfarë punë bën? Punoj në institucion financiar. Shumë mirë Ina. Ina, mund të të pyes pak a shumë për moshën, nëse nuk ka nevojë të më japësh numrin e saktë, por dua vetëm që të mas pyetjen që ta bëj të përshtatshme. 38, nuk është problem. 38, okay, shumë mirë. Atë që ke gocë re. Po nga vajtë ato Ina, nga shkuat me pushime? Po ja lëvizëm sa në Shqipëri, sa jashtë Shqipërisë. Çfarë të pëlqeu më shumë? Çfarë ishte gjëja më e bukur këtë verë me pushime? Çfarë do mbash mend? Deti. Patjetër. Ai shëtësia deti. Deti. Po, cili numër dërgove, Ina? Numër 1. Numri 1. Ja ku e kemi numrin 1. Numri 1 i Inës për Shën Tomajn. Ja ku e ke, zotri. Perfekt. Kështu që atëherë Ina, një pyetje për ty. Anime. E ke dëgjuar fjalën anime? Aha. Atëherë, animeja është një zhanër i filmave vizatimor. Pyetja është, nga cili vend i botës vjen anime? Anime. Po. Filmat vizatimor si Cosplay, Oli dhe Benji e gjithë të tjerët. Japonia, është saktë, Japonia na ka dhuruar shumë perla dhe vazhdon të dhurojë. Anime pra, si një lloj vizatimi. Oli Benji se anime apo lidhja me Italinë fakt. Jo, po është nga filmat e animuar, edhe po anime është zhanri, stili japonez i të bërit të filmave vizatimor, Oli dhe Benji. Prandaj ta thash se prandaj pyeta edhe për moshën, se thash do ta di kjo. Si ishte ajo tjetra, Mila dhe Shiro? Po, Mila dhe Shiro ishin volejbolliste, Oli dhe Benji ishin. Ato nuk i kam parë, unë shoh ato anime të mirëfillta. Anime të mirëfillta janë dhe këto, thjesht janë para se të lindje ti, para se në botë të vjeti. Oli dhe Benji ishin dy çuna që luanin futboll. Edhe filmi është me futboll, po kam parë disa sekuenca që ishte kalonte 3 orë gjys derisa i bënte golin. Mila dhe Shiro ishte për vajza, siç thot Ina, dhe ishin dy volejbolliste që ishin shumë të afta, shumë kështu. Edhe janë ato kur po që rin 3 orë. Që i topi është kështu, është gjë. Bëhet bezak, bëhet. Shumë bukur. Njëjta gjë. O, ta emocion. Bravo ti. Okej Ina, ke fituar 100 euro kupon nga Max Optica. Ju falenderoj. Mirupafshim, të urojmë një ditë të mbar Ina. Dhe kthim të mbar në punë mbas pushimeve. Atëherë, para se të bëjmë rekrutimin, do të bëjmë një shumë të shpejt, një anagram. Po. Edhe pastaj më një herë idemi. Sigla se adhurat të sigla. Bëjmë anagramën. Anagrama është e shkëputur nga një kuvendim i vogël ku Sari është këçuni, është ngritur në mësim. Dhe drejtori ka hyrë vet atje për të kryer testin, do të jetë prezent. Se nuk e shikon me sy të mirë Sarin. Dhe kur Sari çohet te tabela e zezë thot: Pa Sari. Pa Sari. PAHSARI. 069 442 8873. Zgjidheni këtë anagram, si shumë pak shkronja. Jo, e kam menduar gabim. E vështirë kjo. E vështirë. Por është për ju për të gjetur, për ta zgjidhur. Dhe le të qëndrojmë 5 sekonda vetëm me
këtë bazën. Kjo është super bazë. Po e mendoni. Faleminderit maestro. Faleminderit. Okej, shumë mirë. Soundtrack këtu fantastik shumë lart. Shkojmë tani tek rekrutimi është trak shtruk. Dhe tani, loja e preferuar e shqiptarëve, shtrak shtruk. Tin tin tiririm. Bim bim bim. Drejtori po na hedh hi shtrak shtruk. U ankuaçimi. Çfarë? Knaqet Blendi me i dhën kontekst. Drejtori. Që unë jo se mendon për mua që unë mund të aktroj. Më kuptoni? Drejtori po na hedh hi shtrak shtruk. U ankuaçimi. Drejtori po na hedh hi shtrak shtruk. U ankuaçimi. Po. Çfarë lloj hiri? Apo ku po u hidhte hirin drejtori? Pse ankohej çimi? Çfarë problemi ka çimi me hirin? Se ku çova s'ka e gjeta. Okej. Shumë letra, shumë letra. S'ka problem, se e prezantoj edhe unë këngën e dekadës. Po, shumë mirë. Është e enjte, sa mirë, sa bukur kur shoh këtë 2000-shin këtu dekadë e viteve 2000. Mua Lolita. O, sa e bukur. Alize.